po shka me hami pjacull të jashtë atje. Është okej. Po jo. Po deri këtu. Po, të linja ty më ke rrethit, dhe ke rrethit ty. Kështu që dhe ose për shembull këtë, unë nuk jam ai që them u Pirro, më fal, si e ka ky, Aleksandr i Madh është shqiptar. Nuk jam ai që them Aleksandr. Po çam Jo, po ti nuk mund të thush që maqedonësit ishin grek. Bravo, ma more nga goja. Unë, me sinqeritet, asnjëherë në jetën time, as si lloj bisede nuk kam thënë Aleksandr i Madh për shembull është shqiptar, sepse ky ka qenë, siç merren ca. Nëna e tij ka qenë Ilira. Më fal të lutem që të më kuptojnë njerëzit. Do të dalësh fare kështu më, jo nacionalistin. Po jo, s'është kjo më bëhet qefi, po nuk e kam përdesa unë nuk jam bindur për diçka, nuk e kam. Më kuptoj. Dhe por duke qenë Maqedonia, se që më thonë dhe këta profesorët e më, okej. Dhe në histori, tash këtë po duat të nxjerr unë. Në histori thuhet që ky Aleksandr i Madh pushtoi Greqinë. Dhe ka majt maqedonësit, e thonë vetë historianët grek të lashtisë, kanë bajt 100 vjet të pushtuar Athinën. Ka qenë garnizoni Maqedonat në Athinë. Tani, për ato që nuk e din fjalën pushtim. Bravo. E nëzore atës do të thoja unë këtë përpara. Në historinë shuhet, maqedonësit mbajtën 100 vjet të pushtuar Athinën. Dhe një nga to ishte, do më thënë, në histori, me sinqeritet, e kam pa nga gjithë profesorët, kur flasin për Aleksandrin. Nuk e kam parë që thonë, pushtun, le themi Shqipërinë, ose pushtun, që të mundë, se ndoshta kemi qenë pushtun në Maqedoni, por nuk është aty, e shkujt me masi vend, që jemi pushtune. Por për Greqinë është të pushtume, pra, ca gjona janë firmos aty, ca arë ja ka moraj, si mund të them, ja ka vjedhi poshtri, po ca flori ja ka vjedhi se ka shku në luft, aty, do më thonë, një farmasë grek duhet ta kene qikinot, se i ka morë edhe arin, edhe ushtarët, edhe jam këto. Pra, që të për një krasim, në na pushtoj Gjermanë, ne nuk ishim Gjermanë. Po. Në na pushtoj Gjermanë, do kushdo që shet por. Tjetër se ka që thonë që bravo, kushdo që shet por që ka qenë nazist në atë kohë, nuk e qenë, se ke qenë i pushtum. Dhe ai të ka morë edhe të ka përplaset ka të mori arin, të mori. Bravo. Herë ti mori me dokument gjitha, ti mori arin e këto gjëra dhe të mori dhe ushtarët për të marrë një pjesë të vetën diku anë. Është pushtues, nuk je Gjerman. Që ta kuptojmë. Ose më saktë, Gjermani nuk ishte shqiptar. Eksaktësisht. Ta kthem. Dhe kjo i bën se ne shqiptarët marrin zjarr kohë nganjëherë, kjo pjesa që do të është identik i lloj si të them si themi ne tash për shkak por kjo që Hitler ishte shqiptar. Do të thotë na pushtoi ne. Jo, është pushtim. Është pushtim. Dhe e njëjta gjë edhe për Epirin. Domethënë profesorët thonë që nuk kanë. Pastaj i kapen profesor Ceka që goj shumë bukur. I thashë, po mirë, më i thashë se ishin në Bylus. Këto janë të shkruar në greqisht dhe general i thonë Stratikos. Tha, po mirë, edhe emri edhe fjala presidenta, nuk është në Shqip, tha, është në latinisht, po kjo do të thotë që ky Bajram Bega është latin. Sepse e kena vu presidenti Bajram Bega. Kështu është, edhe fjala ministër. Prandaj nacionalizmi, do më thënë, prapë shpjegohet edhe nga shumë profesorë, që nacionalizmi është sëmundje psikike, është pak sëmundje psikike. Si mund të them? Atë dhe dashuria është tjetër gjë. Eksaktësisht. Eksaktësisht. Nacionalizmi është pak sëmundje psikike, sepse e ti që ka ndodhur me nacionalizmin, jo nacionalizmin shqiptar, dhe as grekun, harroj këto. Në Angli. Në Angli këto, si mund të them, le të themi tip nazista, far right.
Po, pa ta nuk janë nazista që të vi Gjermanit? Jo, ato du me pushtu Gjermania, ato është ai pyetje çikate. Jo, e di unë shumë mirë. Bravo, jo kontrolloj çik të shetë, thuj, kamakeja të syni. Bravo, janë këto lloj tipash. Edhe i shohin edhe një diçka, i shohin me përbuzje. Tana nuk i zej gjumi, do më thënë, si që kanë komet e tjera që do falimni për bukën sa të bukën e për ke produkte Volkswagenin, jo. Po, para gjumit për shumë thosë, do të falimni për bukën e sot me mjep në jashtë nese, kurse besoj unë, që 1% e jo e vogla nga, o zot, do ma shduk shatë Gjermania, do shduk vetë. Edhe ata francez të lejtë. Po, ato e diu se gatisun ato. Ato zot një mëj qika duke pjesa e Gjermanisë. Edhe fle gjumëra hate. E vërtet. Dërsa të tjerë si konsiderën fare. Bravo. Më doli fjala jote. Tani, to të dy kanë merak të tjerë si konsiderojnë për njerëz. Ka për një grup nga këta. Betum, adënën. 30% Afrikan. Fuck that shit! Dhe, që në atë moment që janë botë programe, për kanë qenë 10-15 vjetë përpar, me si që e të shi, do më dhe, edhe atë nacionalizm që kisha, e shduka komplet është një gjohë. Ama i do flasim si të logikshëm bashka, për do të hudhë në ty. I thash vete, sepse shive këtë shohën dhesh, atë në 30% Afrikan, 23% Kinez. Ju doli atyre, sa po skujton për ty, ishte kundur nga trota rasa. Më shkun me mua atje, po. Ta kisha fjalë, do më thënë këta, dhe tani të shifshe fytyrat e këtyre se janë për YouTube. Kush do t'i kontrollojë? Dhe këtu, dhe në Amerikë. Të shifshe fytyrat e këtyre, tani ishte njoni që ai, do më thënë, gëzimi ati nuk ishte, si mund të them, si që është i meshkëri normal, ne femën e bukur. Dy do ishin kur e vepër. Na, e ke pasysh kur ashtu, sidomos kur je i ri. Ai ishte dvriste. Ai ishte dvriste afrikana, dvriste në shqiptar, në gjurë. E këtë qatë? E më vëri për... 30% shoku. Më vëri për shtëpi edhe diçka e tyre, kur... për shembull që e ka pasur këme që e kanë ministër të jashtëm tash ti. Familja e tij e kishte bërë pasurinë me tregtinë e skllëpërve. Jo, për këtë se kanë problema ato. Këtë se kanë, jo, ta kisha fjalën për këto tani për këto. Ende, ama ishte ka qenë dhe kryeministri, po s'po më kujtohet emri. Dhe ka ende plantacionet e veta në Jamaica. Po ka qenë tregtar, familja e tij, stërgjyshi ka qenë tregtar i madh skllëpërish. Po nuk e hedhin poshtë pasurinë ata, as stërgjyshi nuk e hedhin poshtë, që thon ka qenë. Ata tjerët. Ka qenë kriminal luftë, ka qenë. Jo, nuk e kam. Është për të ndërtuar një kom prandaj thash, domethënë që Anglia i ka ndryshe nga. Mirë, shiko, grekët ndoshta edhe duan të imitojnë, po imitojnë shëmtuar fare më burr. Si? Duan të imitojnë Anglinë. Po imitojnë shëmtu grekët. Po jo as mund ta imitojnë ata Anglinë. Nuk mund ta imitojnë sepse. Ose unë do jam të pa imituar Anglinë. Tani, po nuk mund ta imitojnë në asnjë lloj forme, në asnjë lloj gjoje, nuk është një adono e përcjellim në qindra e mira luftra dhe mentalitete. Po të shkuash, ti thua një greku, më bëj një kafe turke, ai greku do të thotë, s'është kafe turke, është Eleniko kafe greke. Bravo. Po të shkuash, ti thosh një anglezi, kjo është kafe shqiptare, ta ke provon. Jo kafe shqiptare, kjo është kafe madhështore shqiptare. Hape edhe një kafe ne këtu në Londër. Jo jashtë në razës dytë. Ja ndryshimi, prandaj po thash, po e thesh shumë. Por më duhet pagush ze taksa se më duhet të çoj ushtrinë në Finland. Kam ca punë për të mbaruar. Po, jo, nëse thot hajden Londër e një tjetër na më kuptova dhe në fund fare ti konfiskoj lekët një gjë masi ke punuar 100 vjet, se thot një gjë ti na ka rrethët se ajo në fakt kishte qenë dhe kafe turke. Po pra nuk jemi fut në sherr me turqit.
E kanë shumë me sinqeritet, për shembull.